إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falëndërimet për uljet, nënshtrimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut Tebaraka wa Taala. Dëshmojmë dhe deklarojmë se vetëm ai meriton që të adhurohet. Dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I Tij dhe I vetmi njeri që meriton të pasohet. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtar, fillimisht ju porosisin që t'i keni frikën Allahut dhe ta kujtoni ditën kur do të takoheni me Zotin e juaj. Kemi përmendur në javën e kaluar, në hutbën e kaluar, diç nga përshkrimi që I bën Kur'ani një prej pejgamberëve të zgjedhur Nuhit alayhi salatu wassalam, ndërsa në radhitje historikisht prej pejgamberëve ulul azm, 5 pejgamberëve më të zgjedhur, vije Ibrahimi alayhi salam, ku Allahu na shëmbëllen me shumë shembuj nga Kurani për jetën e tij, qëndrueshmërinë e tij, besimin e tij, thirrjen e tij në rrugën e Allahut dhe distancimin nga shirku. Ibrahimi alayhi salam është babai I pejgamberëve. Allahu ka bërë që gjithë pasardhësit e tij të jenë nga pejgamberët, të jenë pasardhës të Ibrahimit alayhi salam. Allahu e përshkruan në Kur'an dhe thot: "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab." Dhe ne I dhuruam atij Ibrahimit, Ishakun dhe Jakubin, dhe sollëm në radhët e pasardhësve të tij pejgamberin dhe libra. Që do të thot, Allahu I kishte dhuruar Ibrahimit 2 djem, Ishakun dhe Ismailin. Prej Ishakut lindi Jakubi dhe prej tij erdhen Benu Israilet, që gjithë pejgamberët shumica të ishin të ky popull, duke filluar nga Musa deri tek Isa alayhi salam. Të gjithë ta pejgamberë janë pasardhës të Ibrahimit alayhi salam, ndërsa vetëm një pejgamber kishte ardhur si pasardhës e Ismailit, ai është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ibrahimi të ndëshëm vëllezër alayhi salam është prisi I praktikuesve të tauhidit. Allahu thot në librin e tij: "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Unë po të bëj ty pris, imam të njerëzimit. Pra në çështjet besimit, ai ishte udhëheci, ai ishte prisi që ne jemi edhe të obliguar të pasojmë rrugën e tij. Ibrahimi alayhi salam është miku I Allahut, I dashur I Allahut. Huwa Khalilur Rahman. Allahu thot në librin e tij: "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Dhe kush mund të jetë më I mirë në fe se ai që është nënshtruar dhe nënshtron fytyrën e tij Allahut? Ky është muhsin që bën vepra të mira, ndjek fen e pastër të Ibrahimit. Dhe Allahu e mori Ibrahimin për mikun e tij, ashtu siç e kishte përzgjedhur edhe Muhamedin alayhi salatu wassalam. Ibrahimi alayhi salam nuk ishte çifut, as nuk ishte kristian, as nuk ishte idhujtar. Një gjë të tillë dokumenton Kur'ani në librin e tij dhe thot: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa lam yakun min al-mushrikin."
Nuk ishte Ibrahimi as qifut e as kristian, as i krishter. Ai ishte i pastër, ishte krejtësisht i pastër në çështjen e besimit dhe nuk ishte nga idhujtarët. Ibrahimi alayhis salam ishte ummet, edhe pse ishte i vetëm. Allahu në librin e tij thot: Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Me të vërtetë që Ibrahimi ishte ummet, shembull i besimit, udhëheqës me cilësitë e virtytet më të larta, ose një kombi vetëm përballë një populli mosbesimtar, ose besimi i tij që aq i madh sa vlente sa besimi i një populli të tërë i marrë së bashku. Qanitan lillah, i bindur ndaj Allahut fuqiplot. Të ndërshëm besimtar, Ibrahimi alayhi salatu wassalam e thiri popullin e tij dhe metodat e tij në thirrje në Zotin fuqiplot që të adhurohet vetëm ai ishin të natyrave të ndryshme. Ishin gjitha metodat e përkryera. Ai fillimisht ju drejtu prindit e vet për ta thirrur në tauhid, për ta nxjerrur nga errësira shirkut në dritën e tauhidit, për ta nxjerrur nga rruga e xhehenamit drejt rrugës së xhenetit. Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Përkujtoj ti kur Ibrahimi përmendet në librin e Allahut pranë Kur'an se ai ishte i sinqert dhe i dërguar. Idh qala li abihi wa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. Ku ju drejtu prindit e vet. Pra Ibrahimi alayhis salam kundërshtarin më të madh kishte prindin e tij. Pikërisht kundërshtari ishte në mesin e familjes e ishte nga prindi i tij. Dhe Allahu e përshkruan se në çfarë mënyre është drejtuar pejgamberi Allahut prindit e tij që ishte pabesimtar. Ja abati, o prindi im, pse po adhuron dikë që nuk ndëgjon, dikë që nuk shiqon, dikë që nuk cjell asnjë dëm as dobi. Ja abati, o prindi im, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Më është dhënur diçka nga dituria, ajo që nuk t'u ka dhënë ty, pra dituria nga ana e Allahut, pason ti mu do të udhëzohesh dhe do të udhëzoj në rrugën e drejtë. Ja abati, o prindi im, lima ta'budu shaytan, pse adhuron shejtanin? Inna shaytana kana lirrahmani asiya. Shejtani e kundërshton të gjithëmëshirshmin. Ja abati, o prindi im, in yakhafu an yamassaka adhabun, unë kam frikë se ty do të prek ndëshkimi i Allahut, fatakuna lishaytani waliya, dhe ti atëherë do të mbetesh miku i djallit. Cila ishte përgjigjja e prindit ndaj pejgamberit alayhis salam, ndaj Ibrahimit? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? A do të distancohesh ti nga adhurimet e mia, nga zotrat e mi, o Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannak, nëse ti nuk ndalesh o Ibrahim, fahjurni wahjurni maliya, ty do të bojkotojmë, do të gurzojmë dhe do të braktisim shumë larg. Kështu ju përgjigj prindi vet Ibrahimit alayhis salam. Por as se si i dërguar i Allahut, i përzgjedhur i Allahut, nuk u nënshtrua, nuk u lakua në rrugën e thirrjes drejt Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Ibrahimi alayhis salam ju drejtua popullit të vet, duke kërkuar nga ata që të vështrojnë se kush është i përjetshmi, kush është krijuesi, kush është i pavdekshmi. Dhe Allahu e përshkruan metodën e Ibrahimit se si ju drejtua popullit të vet. Allahu thot në librin e tij: "Kadhalika nuri Ibrahima malakuta as-samawati wal-ard wa liyakuna min al-muqinin." E kështu Ibrahimit ne e mundsuam të shohim mbretërinë e qiellit dhe të tokës. Pra Ibrahimi alayhis salam e pa se dhe ishte i bindur se Allahu e zotron tokën dhe qiellin dhe ai është mbreti i mbretërve, sunduesi i sunduesve dhe i vetmi i cili meriton që të adhurohet. Ja çfarë metode përdori Ibrahimi për të nxjerrur popullin e tij dhe për të nxjerrur mendjen e tij drejt logjikës së vërtetë. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba. Ibrahimi u tha ti popullit vet, atëherë kur errsoi nata, kur ra teri
dhe u vërejtën shumë qartë yjet në qiell. Ibrahim ju tha: "Hadha Rabbi", ky është Zoti im. Falamma afala qala la uhibbu lafilin. Dhe ata po e ndëgjojnë Ibrahimin duke i thirrur se Zoti i tij është ylli. Por kur u shua ylli, atëherë Ibrahimi tha: "La uhibbu lafilin", unë nuk dua që të jetë Zoti im ai i cili shuhet dhe humbet. Falamma ra'a al-qamara bazighan, e kur e pa hënën që ngritej dhe ndriçonte, qala hadha rabbi, Ibrahimi tha: "Ky është Zoti im." Falamma afala, por kur u shua dhe humbi hëna, qala la in lam yahdini la akunanna min al-qawmi ad-dallin. Ibrahimi tha: "Unë nëse nuk më udhëzon Zoti, atëherë unë do të jem prej të humburve." Por të nesërmën kur u zgjuan, e pan diellin që lindi, Ibrahimi ju tha: "Falamma ra'a ash-shamsa bazighatan", kur e pan diellin, qala hadha rabbi hadha akbar. Ibrahimi ju tha: "Ky është Zoti im, ky është më i madh." Falamma afalat, por në mbrëmje kur perëndoi dielli, atëherë Ibrahimi tha: "Qala ya qom", o popull. Pra erdhi momenti për të thirrur logjikën e vërtetë dhe mendjet. "Ya qom", o popull, inni bari'u mimma tushrikun", unë distancohem, ju braktis çdo vepër që veproni, çdo punë që adhuroni posa Allahut subhanahu wa taala. Dhe ja në çka i thret Ibrahimi për të besuar: "Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard", unë jam drejtuar, e kam kthyer fytyrën time drejt atij që ka krijuar tokën dhe qiejt, dhe wama ana min al-mushrikin, e unë nuk jam nga idhujtarët. Kështu ju drejtu Ibrahimi për të nxjerrur mendjet e tyre dhe për të drejtuar drejt madhërimit të Allahut, por asësi ata nuk u bindën. Po ashtu Ibrahimi alayhis salatu wassalam ishte prezantuar edhe të mbretja asaj kohe Nemrudi, i cili ishte mbret, dhe Allahu e përshkruan bisedën e Nemrudit me robin e tij Ibrahimin, se çfarë bisede debatohej për çështjen e Zotit fuqiplot për adhurimin që duhet i takohet vetëm Allahut. Ai pse ishte mbret, pse kishte pushtet, ai i tha Ibrahimit se unë jam ai i cili e ngjalli të vdekurin dhe e vdes të gjallin. Kjo vjen pasi që Ibrahimi e kishte thirrur të besojmë dhe të adhurojmë vetëm Allahun i cili yuhyi wa yumit, është i vetëm i cili ringjall të vdekurin dhe vdes gjallin. Por ja ai, nga ignoranca, nga kokforcia, nga mendjemallësia, ai mbret i tha Ibrahimit se unë e ngjalli të vdekurin dhe vdes gjallin. E si e bëri këtë mënyrë? I sjeli dy të burgosur para Ibrahimit, njërin e vrau, ndërsa tjetrin e liroi. Dhe i tha Ibrahimit, ai mbreti i Nemrud: "Kështu unë jam Zot dhe unë jam mbret, sepse e lirova këtë njeri dhe këtë e bëra që të vdes." Shumë lehtë do të ishte përgjigja e Ibrahimit ti thoshte atij se ja këtë ky që vdis, mundsoja që të ringjallet. Por jo, Ibrahimi deshi të zgjedhë një argument edhe më të fuqishëm për të sfiduar dhe për të shfrytzuar rastin që të duhet vetëm Allahut i nështrohem. Ju drejtua Ibrahimi dhe i tha: "Fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq", Allahu, pra Allahu të cilin im ka thras që të adhurojmë, ya'ti bish-shamsi min al-mashriq, e sjell diellin nga lindja, fa'ti biha min al-maghrib, nëse ti je Zot, nëse ti je i fuqishëm, nëse ti meriton adhurim, fa'ti biha min al-maghrib, atëherë mundson dielli që të vjen nga lindja në perëndim. Fa buhita alladhi kafar, dhe kështu u sfidua, u mposht, u injorua, u nënshmua ai i cili e mohoi Allahun. Allahu thot: "Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin", Allahu nuk i udhëzon popullin i cili është zullumçar. Allahu nuk i udhëzon popullin që është zullumçar. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që të na bëj të jemi pasues të Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe të marrim shembull dhe mësim nga gjithë rruga, thirrja që e bëri dhe durëshmëria e Ibrahimit ndaj popullit të tij.
Elhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala men la nabiyya ba'd. Të ndershëm besimtar, mësime dhe shembuj, mësime dhe urtësi mund të marrim të shumta nga gjithë ajo që ka u përmend. E para që duhet të kemi parasysh është respektimi i prindit, edhe nëse është pa besimtar. Kështu na edukon feja jonë, ta respektojmë, të jemi të mirësjellshëm ndaj prindërve, edhe nëse është pa besimtar. Por nuk do të thotë kjo që ne t'i respektojmë kur është pyetje çështja e besimit, apo të mos i ndëgjojmë Allahun apo urdhnat e tij dhe t'i respektojmë urdhëresat e prindërve. Kjo nuk e nënkupton këtë, po nënkupton që duhet me pas edukat dhe sjellje me të gjithë dhe t'i thrasim me urtësi njerëzit në adhurim drejt Allahut, edhe nëse është prindi pa besimtar. E si do të jetë çështja kur prindi ynë mund të jetë musliman? Kur prindi ynë mund të jetë besimtar që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, po mund të jetë gjunaqar, mund të jetë gabimtar. Prandaj, nga kjo mësojmë se duhet të kemi një edukat veçantë me prindrit tonë. Ajo që ka shumë e rëndësishme për të mësuar nga kjo, se Ibrahimi a.s. ishte i vetëm, por Allahu e quajti ummet, e quajti popull, nga si ju kishte bindur Allahut dhe fuqia një besimtarin tauhid ka vlerë më të madhe se sa miliona njerëz që nuk janë tauhid. Pejgamberi a.s. ka thënë se do të vijë njeriu në ditën e gjykimit, do të vjen pejgamber dhe nuk do të ketë me veten e tij asnjë njeri, apo do të vinë njerëz, do të vinë pejgamber në ditën e gjykimit, nuk ju kanë përgjigjur ftesës së tij pos 2 apo 3 persona. Kjo ne e kuptojmë se vërteta gjithmonë mbetet të fuqishme, edhe nëse pasuesi i saj mund të jetë një njeri. Ajo që ne duhet të mësojmë urtësi, mençuri, edukatën, thirrjen rrugën e Allahut. Ja çfarë metoda shpërdori Ibrahimi a.s. Ja çfarë dëshire kishte Ibrahimi a.s. për të thirrur njerëzit nga errësira e kufrit, mosbesimit, shirkut, dritën e tauhidit, imanit. Prandaj kjo do të jetë brenga jonë, që t'i thrasim njerëzit të adhurojnë Allahun, t'i nështrohen Allahut, por gjithsesi ud'u ila sabili rabbika bil hikma, thirr rrugën e Zotit tënd me urtësi, me argumente, polemizo me debate shumë të mira, të sjellshme me argumente, dhe kjo është porosia që duhet ta kemi ne, t'i thrasim njerëzit, të largohen nga çdo idhujtari, të largohen nga çdo kufër, të largohen nga çdo gjunah, nga çdo bidat, dhe të kthehen drejt praktikimit të fesë së Allahut, dhe ta kemi ne shëmbëtyr Ibrahimin a.s., para këtij Nuhun a.s., dhe pas ti kemi Isen, Musain, dhe më në fund shëmbëtyrën më të përkryer duhet ta kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa at-tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن 4 الخلفاء أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. واقم الصلاة.